pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Orendit e vendosura pas derës. Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe e hap derën, do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua. Zbulesa kapitulli 3, vargu 20. Në katedralen e Shën Palit në Londër është një pikturë bërë nga artisti Holman Hunt, shpesh e printuar për literaturën e shkollës së të dielës. Pikturë që tregon Jezusin që qëndron tek dera e një barakeje me një fanar në dorë, duke trokitur butësisht në derë. Është bazuar tek fjalët e Jezusit të shkruara tek libri i Zbulesës, kapitulli 3, vargu 20, që thotë: "Ja, unë qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush dëgjon zërin tim dhe hap, do të hyj tek ai dhe do të ha darkë me të dhe ai me mua." Kur teologu gjerman Karl Barth vizitoi katedralen dhe pa pikturën, ai komentoi: "Me mua nuk ndodhi kështu." Ai tha: "Unë i kisha orendit të vendosura pas derës, duke dashur shumë që ta mbaja jashtë atë. Por ai prap hyri përmes asaj dere dhe më bëri rob të tij." Në dhomën e sipërme, Jezusi ju tha dishepujve të tij: "Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur ju, dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fruti juaj të qëndrojë, që çfarëdo që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ua jap." Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15, vargu i 16. Kur ju shkroi Efesianëve, Pali ju tha atyre se ata ishin zgjedhur që para themelimit të botës. Megjithatë, kjo është pika ku ne lidhemi me atë që Karl Barth tha: "Natyra jonë e vjetër është në luftë kundër Perëndisë, që na bën që t'i vendosim të gjitha orendit pas derës së zemrës sonë, për të mos e lënë atë që të hyjë brenda. Por pse valli vendosim orendit pas derës? Në mendjen tonë e themi se është për të mirën tonë që ta mbajmë atë sa më larg, mbase më shumë se çdo gjë tjetër është për shkak të frikës. Para se ta njohim me të vërtet Krishtin, ne kemi frikë se mos Perëndia mund na kërkojë që të pim uthull, të vishemi me të zeza dhe të mos buzëqeshim kurrë. Ky është imazhi që kemi shpesh para se të bëhemi ndjekës të Jezus Krishtit. Por Jezusi nuk ishte i tillë kur eci me dishepujt e tij, dhe nuk është e tillë tabloja e burrave dhe grave që njohun dhe që e shijojnë jetën në një dimension që nuk e kanë menduar ndonjëherë para se ta ndiqnin Jezus Krishtin. Një orendi tjetër që bllokon derën e zemrës tonë është krenaria. A e keni vënë re ndonjëherë që shkronja I është pjesë e fjalës mëkati dhe ka të bëjë me krenarinë e qëllimshme dhe kokfort, që shpesh nuk na lejon që të përulemi për të pranuar se kemi nevojë për një marrëdhënie me Perëndin përmes birit të Tij. Ekziston një orendi tjetër që shpesh e bllokon derën e zemrës sonë. Është refuzimi ynë për të mos pranuar nevojën tonë për Perëndin. Një etiketim tjetër do të ishte analiza krahasuese. Por çfarë është kjo? Kjo është ajo që ju bëni kur shihni jetën tuaj dhe thoni: "Unë nuk jam aq keq sa njerëzit që shkojnë në kish. Nuk kam nevojë për Perëndin." Nëse ju jeni ky person, ju më kujtoni një burr me kancer në shtratin e një spitali, i cili pa një pacient tjetër dhe tha: "Unë nuk jam kaq keq sa ky njeri." Dua t'ju pyes: çfarë peshash, si Karl Barth, keni vendosur tek dera e zemrës suaj? Për ta mbyllur, dua t'ju them këtë. Unë përmenda pikturën në katedralen e Shën Palit, atë që tregon tek Krishtin që qëndron tek dera e një barakeje duke trokitur. Në raste të caktuara, një grua vinte në katedrale dhe qëndronte para pikturës, duke e kqyrur me kujdes dhe duke vënë re çdo detaj. Më pas ajo kërkoi artistin dhe i tha: "Zoti Hunt, më pëlqen shumë piktura juaj, por ka diçka që mungon. Në pjesën e jashtme të derës nuk ka as shul dhe as dorez." "Po," ju përgjigj artisti, duke i thënë se ky nuk ishte një gabim. Kur Krishti troket në derën e zemrës sate, vetëm ti mund ta hapësh derën nga brenda. Kështu është. Largojini orendit pas derës dhe hapeni atë derë deri në fund. Kjo do ta ndryshojë jetën tuaj. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.